Ilaria Sula është studentja 22 vjeçare shqiptare, cila rezultonte e humbur që prej 25 marsit dhe është gjetur sot e vdekur. Mëngjesin e sotëm në të gdhir, trupi studentes u gjet në një zonë të pyllëzuar në fund të një broske pranë bashkisë së Polit, brenda një valixheje. Hetimet e policisë së shtetit, të Romës dhe komisariatit të policisë San Lorenzo janë fokusuar në historinë e dashurisë që ajo sapo kishte përfunduar me një djalë Filipinas. I riu, sipas asaj që mësohet, ka treguar se për herë të fundit janë takuar në një parking në Via Homs, por hetuesit kanë dyshime dhe shtetasi Filipinas mund të arrestohet në orët në vijim. Ilaria Sula ishte zhdukur prej një jave. Ajo kishte dalë mbrëmjen e 25 marsit pasi kishte shkëmbyer mesazhe në celular me dikë, ndoshta me djalin Filipinas. Nga celulari i Ilarias dikush do të përgjigje mesazheve derisa raheshti totale. Nëna dhe baba i vajzës kishin bërë kallëzim për person të zhdukur në komisariatin e San Lorenzos. Ilaria ishte studente statistike në Universitetin La Sapienza. Ajo nuk kishte marrë rroba apo produkte grimi me vete, pasi ndoshta nuk kishte në plan të qëndronte larg shtëpisë për një kohë të gjatë. Vajza ishte me trup të vogël, 1.5 metra i gjatë dhe 50 kg. Miq dhe kolegët e universitetit kishin përhapur thirrje për zhdukjen e saj në rrjetet sociale.